Inflacioni në Shqipëri ka shënuar një përshkallëzim të ndjeshëm në muajin shkurt duke arritur në 2.5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar ku indeksi i çmimeve të konsumit ishte 1.9%. Ky është niveli më i lartë i inflacionit në 7 muajt e fundit, duke krijuar shqetësime për ekonomistët dhe tregtarët. Sipas ekspertëve, rritja e inflacionit pasqyron disa faktorë kryesorë: energjinë elektrike, ujin, qiranë e banesave, si dhe ushqimet dhe pijet jo alkolike. Një ndikim të konsiderueshëm kanë pasur gjithashtu mobiljet dhe pajisjet shtëpiake për shkak të kërkesës në rritje për strehim, si për shërbime në bare, restorante të ndikuara nga festat dhe ngjarjet e fundit. Rritja e çmimeve është kryesisht për produktet bazë dhe shpenzimet e përditshme që varen nga tregjet ndërkombëtare. Ekspertët paralajmërojnë se çdo përkesim i situatës në tregjet ndërkombëtare mund të çojë në inflamacion mbi objektivin e Bankës Qendrore. Ata kujtojnë se vetëm pas ndikimit të agresionit rus në Ukrainë, inflacioni në Shqipëri në tetor 2022 arriti 8.3% dhe tani ekziston rreziku një vale tjetër rritjesh çmimesh në vend. Në këtë kontekst, autoritetet dhe bizneset po monitorojnë me vëmendje zhvillimet ndërkombëtare dhe tregjet e energjisë për të shmangur goditjet e mëtejshme dhe fuqimblerëse të qytetarëve.